që nuk është edhe ndjeshi e mirë me që atmosfera aktive mungon. Por me gjithë këtë, të gjithë këtu në Gjermani e dinë se është Ramazan. Ku ka dhënë pranojnë migrant, dhe janë shtu tashmë me këtë muajin Ramazan, me që kanë musliman nga e gjithë bota. Qysh, a ndihesh atje ma e fort, apo ka raste kur ndihesh e vetmuar në Ramazan? Të thënë të drejtën, normalisht që jo atmosfera e Krishtinës të Kosovës në Ramazan mungon, por kjo më ka bërë me kuptuar që Ramazani duhet të ndjehet personalisht, që nuk duhet të varet nga se ku i nga në kulturën por nga ndjesia të tua shpirtërore. Kjo të bën me u mobilizu pa përpjekje. Më punu me u koncentru për të modit të adhurime, edhe me përkushtime në Ramazan. Nëse aty ku je, aty duhet të përvidhesh dhe të punosh.